Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh me Bashkinë e Tiranës. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë pritet apo kush do të jenë kandidatët e Partisë Demokratike, të cilët do të jenë përballë Ogerta Manastirliut. Në fakt disa emra janë propozuar vetvetiu. Emri i parë është Kleviz Balliu, djali i Fari Balliut, një prej elementëve apo eksponentëve shumë pranë zotit Berisha. E dyta është avokate Adriana Kalaja, e cila në fakt njihet për qëndrimet e saj gati ekstreme dhe deklaratat e forta se si do e luftoj betonizimin e Tiranës. Por sikur mos mjafton dhe gjithë kjo situatë. Emrat e tjerë janë Dorian Teliti, Grigelc Muçollari, por dhe Edi Paloka, njeriu i cili në fakt ka thënë shpeshherë që nuk do të jenë në parlament me Ramën, por me sa duket është përsëri në parlament. Kjo është panorama e asaj se çfarë do ndodhi dhe tashmë kush do të jetë kandidati që do të zgjedhë Berisha përballë Manastirliut. Por jo vetëm përballë Manastirliut. Makineria e Belinda Ballukut nga Fieri do të rikthehet në Tiranë. Pas rezultatit 12-4 që morin qarkun e Fierit, tashmë do tentojë të marrë një rezultat të suksesshëm Tiranë. Por ajo që bëndëm shumë përshtypje ishte që ditën që Edi Rama shkarkoi Erion Veliajn, gradoi Belinda Ballukun, duke dhënë një mesazh të qartë për Partinë Socialiste. Kjo është panorama e asaj se çfarë po ndodh konkretisht në gjithë panoramën e gjithë situatën politike. Por në anën tjetër ngrihen pikpyetje, po Sali Berisha çfarë po bën? Kush do të jenë kandidatët që do të zgjedhë zoti Berisha, apo kush do të jetë kandidati që do mundet të jetë një antidot apo të jetë një figurë kontroverse me Ogerta Manastirliut? A do të ketë Partia Demokratike një figurë e cila të shtensionojë gjithë situatën? Kjo është fakt për tu parë dhe kjo është e gjithë situata dhe jo vetëm mbi ngjarje dhe situatën më të fundit. Kam kënaqësinë ta ndaj studion me avokaten dhe juristen Alesia Balliu, e cila do të shprehë këndvështrimin e vet për vet, jo vetëm si e njeh ajo Partinë Demokratike, por dhe çfarë po ndodh tashmë në një situatë ku vetë Partia Demokratike është gjendur e papërgatitur. Alesia, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Armal. Alesia, do doja ta nisi me njëherë zgjedhjet e Tiranës. E gjejmë Partinë Demokratike të përgatitur apo të papërgatitur dhe a vjen kjo si një shok pas humbjes së 11 majit? Partia Demokratike është relaksuar, nuk ka ndonjë shok. 11 maj ishte rezultati i qartë i pazarit që Sali Berisha bëri dhe e çoi PD-n në humbjen historike të saj. Dhe këtu dua ta specifikoj që nuk ka asnjë lloj tensioni, pasi do jetë pazari i radhës, do jetë humbja e radhës, nuk është se ka një pritshmëri. Për sa kohë, siç e thatë edhe juve, vetë ofrohen dhe vetë shpallen figurat më komike për të jetë kandidaturën, shqyqyshë e shpallën, se po nuk e shpallën këto kandidaturën, kush do ta shpallte në PD, si Kleviz Balliu. Pse i quan figura komike? Janë figurat më qesharake që ka Partia Demokratike dhe është gjynaf i madh që kjo forcë politike është kthyer qesharake në diskursin publik, në çdo studio televizive dhe absolutisht përfaqësohet nga çuni Fari Balliut, që ka dashuri të hershme për komunizmin. Këta do ta luftojnë regjimin, bitë e komunistëve do ta luftojnë regjimin, qokat e Sali Berishës do ta luftojnë regjimin. Kush do ta luftojë regjimin? Regjimi do njerëz cilët kanë kurajo për thënë vërtetën, njerëz të papërfshirë në pazare, por njerëz mbi të gjitha që t'jenë zëri i qytetarëve, jo t'jenë pjesë e pazareve dhe qokave klienteliste të familjes Berisha. Dhe rasti i djalit Fariut është i tillë. Nuk është djali Fariut përfaqësuesi i lartë i Partisë Demokratike. Është askush në Partinë Demokratike. Këtë e tregon edhe votat, e tregoi edhe sa i paft ishte të fitonte primaret, e tregon dhe në çdo video që bën si hajnë shqiptarët, bëhet qesharak. Kështu që një figurë qesharake shpall kandidaturën. Kurse shqetësimi im është ta çojmë analizën diku tjetër, pse figurat serioze të Partisë Demokratike nuk e marrin përsipër kandidimin e Tiranës. A e dim figurat serioze të Partisë Demokratike që Sali Berisha ka shitur çdo zgjedhje të Partisë Demokratike për interes personal dhe familjar? Ku janë sot figurat e pëlqyera nga demokratët?
figurat me integritet nga demokratët. Ato nuk ka më, sepse ato nuk hyn dot në zgjedhje, sepse ato e dinë që këto zgjedhje janë të humbura. Dhe këto do humben edhe më thellë se ç'ishte 11 maj. Këto zgjedhje ju thoni që janë të humbura, Alesja? Po pa diskutim ti ke ndonjë shpresë që Partia Demokratike mund të fitojë zgjedhjet. Po nëse Si mund zgjedh të një fitosh kandidat apo jo, për as shembull, lloj kandidati nuk mund zgjedhësh, sepse kandidati në radhë parë duhet të jetë politik, zotëri. Në radhë dytë ky kandidat duhet vinë nga radhët e djathtës. Në radhë të tretë ky kandidati që do ofroj qytetarëve një jetesë më të mirë nuk mund të jetë ushtari i Sali Berishës, i personi që ka damkën e korrupsionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se si do t'i ofrohesh ti qytetarit? Si do shkosh ti t'i kërkosh votën qytetarëve? Si ke pranuar ti këtë parlamentin jo legjitim që të vodhën votat për 5 muaj, për një rrogë? Si do hy, me çfarë karte morale do hy kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet bashkiake? Kjo është çështja. Sot deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë kartë morale, sepse ata kanë pranuar zgjedhjet, kanë pranuar rrogën, kanë pranuar mandatin dhe nuk i është bërë vonë fare për demokratët. As në parlament ku janë nuk përfaqësojnë demokratët, po bëjnë zhurëm, sepse opozita këtij vendi ka përfunduar në figura qesharake dhe komike, siç është djali i Fariut, figura për mos se qesharake, po dhe të urryshme për publikun dhe për këdo i cili do një ndryshim. Po a vjen ndryshimi me këto figura? Kur? Pa diskutim që do ketë humbje. Alesja, qofse qëndrojmë me këto zhvillime, një emër tjetër që është vetë ofruar është Adriana Kalaja. E shikon të mundshme? Tani të lutem. Po tani se kur ju t'i qeshni, vëm Tritolin ambasadës amerikane, tani kalojmë në një diskutim serioz se Po këta janë kandidatët tani, këta janë emrat. këto nuk janë kandidatët, këto Janë janë vetë shpallur. figurat qesharake, të vetë shpallura, të diskursit publik, dhe këto janë ato individ cilët nuk ja vlen as të komentohen në për studiot televizive. Nuk ja vlen as të komentohen. Absolutisht, jo. Alesja, në gjithë të panoram, në gjithë të situatë, kemi dhe emra tjerë cilët janë vetë shpallur. Ti e shikon në gjithë të situatë opozitën gati të pashprez, nuk shikon do të një element që mund të dali, që mund të jeti pavarur. Nuk mund të ketë element paktën me deduksionin që qëndron. Opozita nuk ka bërë analizën, përsa ko opozita nuk ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar, përsa ko opozita nuk ka respektuar statutin që kryetari që humbet zgjedhjet duhet japi dorëheqjen, përsa ko nuk ka pasur një riformim Partisë Demokratike, por mbi të gjitha e shoh se që kur këtë fushat e drejton i madhërishmi Flamur Noka. E shikon... Ai që thoshte do t'i vijera shtet mbas 11 majit. Që në drejtimin e Flamur Nokës, humbja është absolutisht e sigurt e Partisë Demokratike. Alesja, duhet jemi serios. Kjo parti është kryer një parti që i shërben interesave një grupit vogël klientelist familjes Berisha, të cilët do ta bëjnë pazarin e radhës në kurriz demokratëve thjesht dhe pastaj do dalin me deklaratën nena vodhën zgjedhjet, nuk hym zgjedhje me Ramën dhe nuk ka zgjedhje me Ramën kryeministër. Tani dua të ndalem në një pikë shumë të rëndësishme sot me që jemi tek debati politik. Ka dalë Sali Berisha në deklaratë publike, Edi Rama jep dorëheqjen, po ti mos zotri pse nuk e jep dorëheqjen mbas gjithë këtyre humbjeve. Ti mos zotri pse nuk e jep dorëheqjen kur ke damk si një i korruptuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kërkosh dorëheqjen e tjetrit, duhet minimalisht t'i hapësh rrugën dhe t'i hapësh garën partisë tënde. Në këtë parti ka vdek gara, në këtë parti nuk ka meritokraci, në këtë parti ka vetëm urdhra të cilat vinë direktiva drejt për drejta nga klani familjar i Sali Berishës dhe qeni ti besnik Flamur Nokës. Alesja, në gjithë të zhvillim dhe në këtë ngjarje, ju e prekët pak, por unë doja t'i rikthehem përsëri. Pavarësisht rezultatit që ka marrë PD-ja në Tiranë, pavarësisht rezultatit që dhe sekretari i përgjithshëm Flamur Noka duhet të ketë përgjegjësinë e vet, Zoti Berisha e gradon përsëri me pushtet politik, ku emrat do filtrohen prej tij, prej Belin Kolliçit
Pas do dorëzohen në zyrën. Ta thash në fillim që PD-ja nuk është e tensionuar, është e shtensionuar. PD-ja e di që do humbi, PD-ja e ka dhënë në tavolinë, PD-ja ka bërë pazarin e radhës, në kurris atyre demokratëve, e ka gati alibin e radhës, kështu që nuk ka që diskutohet këtu fare. Partia Demokratike sot nuk përfaqëson më demokratët, por përfaqëson vetëm interesat e ngushtë familjes Berisha. Është një keqardhje e madhe që eri përsëris dhe rithem, që Partia Demokratike tjetë alternativë me autoritet e besueshme për të votuar nga populli shqiptar, duhet pa diskutim të ndrojë leadershipin që ka 35 vite që e mban peng Partinë Demokratike të Shqipërisë. Pa u ndruar Berisha dhe pa ikur elita e vjetër e kësaj partie, nuk mund të ketë fitore kjo partie. Dhe këtu nuk ka të bëjë fare me emrin e kandidatit, pasi problematika është edhe më e thellë. Po të vesh re në deklaratat e sotme dhe partitë që Berisha ju shtrin dorën për të bashkëpunuar për Tiranën, preferojnë dhe e din që do humbin, e din që nuk e fitojnë do të bashkin dhe prap ato mbajnë atë dignitetin e vetë dhe thojnë ne do garojmë vetë, po ne me Berishë nuk bëjmë koalicion, ne me Berishë nuk bëjmë aleancë as për në poshtu Ramën, që këtu është e frikshme. Që këtu të regohet qartazi, që interesi i Sali Berishës nuk është në poshti Edi Ramën. Interesi i Sali Berishës është të rri i dyti dhe të mbaj legitimitetin e ti dhe të mbaj vëndin e ti në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike Sali Berishës i shërben si mburoj ligjore për mbrojtjen e ti personale, por dhe familjare. Dhe familjare. Edhe familjare. Kështu që në këtë kontekst, Sali Berisha nuk e ka luftën me Ramën. Sali Berisha do bëj pazarin e radhës në kurriz të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm demokratëve, dhe shumë shpesh thonë është demokracia në rrezik, këtu është në rrezik opozita, se nuk ka opozit. Është opozita në rrezik. Këtu është opozita në një kapje të madhe nga një klan klientelist dhe nuk e lën Shqipërinë të marrë frymë. Problemi më i madh që ka Shqipëria sot është mungesa e opozitës. Mungesa e opozitës i jep pushtetin absolut Ramës që të bëjë çfarë të dojë dhe të veprojë si të dojë, sepse mungon mungesa e llogarisë, mungon dinjiteti, mungon morali, por mbi të gjitha ka dhe një faktor të rëndësishëm që shumica e individëve që janë deputet nga Partia Demokratike janë të lidhur ngushtë me pushtetin, janë të lidhur ngushtë me interesat e pushtetit. Ne shohim nusën e dikujt që qanë aty për ulësiun, nga ana tjetër, këte i shanë qeverin. Po si mund shash të qeverin? Të opozitës qanë për ulësiun dhe shanë Ramën? Kur ti e ke gruan të punësuar, unë këtu i referojmë deklaratave të zonjës Kryemadhi, por edhe sa kam parë në media, normalisht, kur ti e ke nusën të punësuar në Ministri Drejtësisë, nga ky hajduti nga narkoshteti, e këte në parlament bën deputetin, për opozitën kjo gjë nuk shkon. Shqiptarët nuk janë budallenjar mal. Shqiptarët kuptojnë se ti o po e lufton regjimin o je i punësuar i regjimit. Apo ja? Shumë e vërtet është kjo. Se në qofë se ti e lufton regjimin... Se në qofë se regjim s'mund të kesh njerin në punësuar. Në qofë se po lufton në regjimin, narkoshteti, si që i thojnë këto Ramës, krye hajduti, atër pse nusja jote duhet i shërbej këtit narkoshteti dhe Ministrisë Drejtësisë. Edhe varësit e narkoshtetit. Absolutisht. Tani këtu bie karta morale e opozitës, këto nuk bëjnë opozit, këto ruajnë interesat personale, këto janë të gjithë të punësuar majtas djastas dhe janë të gjithë shumë rregull me kuletën e tyre. Aman, demokratët paguajnë pasojat. Alisja, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja të falenderoja secilin prej teleshikuesve që na ndjek live në këto momente, që është shpërndan në live-in në diaspor, por edhe në Shqipëri, por dhe mund të komentojë dhe t'japi opinionet e veta, mendimet e veta mbi ngjarjet dhe do të thoja mbi situatat konkrete, në fakt, çfarë po ndodh konkretisht dhe se si do të vazhdoj kjo betejë politike, por dhe mund të adresohen duke na shkruar në emailin ton, por dhe duke na dhënë ide për tema apo intervista të caktuara. Do doja në fakt të rikthesha përsëri Alesia tek ajo se çfarë po ndodh në kampin e mazhorancë. Erion Velia i sot është pas ekurave,
disa thonë e shiti Rama, disa thonë e kapi drejtësia, disa thonë lëreni që të flasi në Këshillin Bashkiak, ish deputeti i PD-s Dash Sula ka bërë një analizë dhe ka thënë ndër të tjera që nëse ai do vinë në Këshillin Bashkiak, atëherë ai do mbrojë. Çfarë ndodh konkretisht? Atëherë është një procedurë e cila mund të komentohet në dy anë. Ana parë është që të japim veston edhe mirëbesimin kryeministrit që Tirana ka shumë punë dhe te këto punë i duhet një menaxher i mirë, siç ishte Erion Velia në rastin konkret, edhe duke parë kausin që mund të jetë bërë, e shef nevojshme që këtë pushtet ta delegoj diku tjetër, pasi nuk e përballon dot fluksin. Nga ana e dytë mund të jetë edhe një goditje që Erion Veliesi është bërë nga klane brenda për brenda Partisë Socialiste për ta eliminuar politikisht. Pasi ne kemi parë diçka kohët e fundit që kush ka marrë pushtetin Bashkiak, më saktë në Tiranë, kush ka marrë Bashkinë e Tiranës, është prirur gjithmonë që të fitojë edhe të marrë më pas edhe postin kryesor të partisë që është kryetari i partisë. Edhe këtu është luajtur një lojë e frikshme pushteti, një lojë ku një klan ka dalë më i fortë se klani tjetër dhe pa diskutim që Erion Velia i ka rënë prej klanit kundërshtar. Nga ana tjetër pastaj, për pjesën e Këshillit Bashkiak, unë kam qenë ndër ato zëra që e kam sulmuar më shumë Erion Velin, por unë gjithashtu si avokate që jam, mendoj që çdo njeri ka drejt të ketë një proces të drejtë dhe të rregullt ligjor. Dhe pa diskutim, shkarkimi i tij nuk ishte shkarkim në kushte normale, dhe çdo njeri i cili është i pafajshëm derisa të provohet e kundërta, ka të drejtën e tij për të dëgjuar, për të dhënë argumentat e tij, qoftë edhe në mbrojtje të vetes tij dhe për dëgjuar për çfarë po shkarkohet në fund të ditës, sepse në këto momente që ne flasim nuk është se ka ndonjë vendim formës prerë për zotin Velia. Zoti Velia është në akuzë dhe deri në përfundimin e gjithë procedurës tij ligjore do merret një vendim lidhje me të dhe deri këtu nuk është se unë mund të them që zoti Velia nuk ka të drejtë të dëgjohet. Për mua zoti Velia duhet të dëgjohesh. Duhet të dëgjohet. Patjetër. Në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, do doja në fakt të komentoja një prej ngjarjeve e cila ka kaluar pak në heshtje, por një propozim i ardhur nga Gjingjoni për të mobilizuar protestuesit dhe deputetët e Partisë Demokratike duhet të mblidhin nga 1.000 euro, diçka e tillë ishte shuma. Çfarë po ndodh me PD-n? A e ka humbur busullën e opozitës, a e ka humbur busullën e asaj se çfarë po ndodh konkretisht? Tani, unë nuk e di që Partia Demokratike janë larguar njerëzit që duhet paguaj nga 1.000 euro që cilin njerëzit. Tani, ishte korruptuarit e sistemi drejtësisë nuk mund të bëjnë kurse si moralin politik. Me këtë e nis dhe me këtë e mbyll të diskutim. Gjingjoni është një individ i cili ka dalë i korruptuar nga sistemi i drejtësisë. Nuk mund të bëjë moralin në parlament. Politika, Partia Demokratike ka një moral, ka një kauzë dhe pa diskutim ka dhe çfarë i ofron qytetarëve. Sepse në momentin që ti thua, unë po i ofroj nga 1.000 euro, ti po bën shitblerje, më ke se vota. Ky është modeli që do t'i japi Partia Demokratike popullit. Kështu e ka fituar Gjingjoni mandatin Lezhë, duke hedhur këto 1.000 euro? Ku i ka gjetur këto lekë Gjingjoni? Thot nga rroga e vetaj tani, ata marrin rrogën 3. Po nga 1.000 euro për person do japin. Se Ta di, a do specifikojmë jenë këtë gjë, se rroga sa është 3 milion? Mos ata gaboj. 40 deputet që janë ata, lese nga 1.000 euro, 20.000 euro. I dhe do i shpërndajnë për mbledh protestuesit. Për mbledh protestuesit. Pra të bëjnë një fond ata. Kjo është blerje pastaj. Kjo është blerje e kohës së dikujt për ta përdorur për interesin tënd personal, po jo për ta përdorur për kauzën. Tani partia ka një kauzë caktuar, ka i moral, ka integritet, ka dhe çfarë idesh t'japi për zhvillimin e shoqërisë. Tani, nëse zhvillimi i shoqërisë është unë paguaj ty për kohën dhe minutën tënde, po mua nuk më intereson kauza dhe unë nuk jam qëndrestar, atëherë kjo kauzë nuk vlen.
atëherë kjo kauzë nuk përfaqëson qytetarët, por interesin personal të dikujt ose interesin politik të dikujt, siç është Gjingjoni, që siç blen sot këto protestuesët nga 1.000 euro për qëndruar, nesër mund të blej ca gjëra tjera për të firmosur nëse vin pushtet me këtë shokun e vet ose me atë kushuririn e vet. Ky është modeli politik që ne duam t'i ofrojmë shqiptarëve, shitblerjen. Apo duhet t'japim një vizion. Kjo është arsyeja pse PD-ja nuk vjen pushtet. Kjo është arsyeja që individ si Gjingjoni i zëjnë vendin demokratëve të ndershëm dhe thjesht. Ky është modeli si paguhen për dalë më të votuarit në qarkun ku dolën, sepse këto nuk kanë ç'a ofrojnë përveç paras. Këto nuk kanë integritet, këto nuk kanë luftuar për kauzat dhe këto nuk përfaqësojnë demokratët. Më thuaj një arritje që ka bërë ky zotëria që ofron nga 1.000 euro. 1.000 euro, sot njerëzit punon një familje dhe nuk i mbledh dot deri në fund të muajit. Ky ofron nga 1.000 euro sikur nuk shëngan asgjë. Kush është burimi i parave të këtij zotërisë? Këto dhe të tjera pastaj ngelen për të diskutuar. Pra në pamje të parë është një gjë jashtëzakonisht e shëmtuar që ti duhet të ofrosh lek protestuesve për të qëndruar. Ti blen kohën për një interes personal, por ti tregon që nuk e qëndrestar të kauzave. Sa ato persona që do i vinë Gjingjonit për lek, do t'i shkojnë dhe palës tjetër për lek. Dhe kjo nuk është model. Pra një pazar. Po pa tjetër, kemi nxjerrë në shitje, është si ankante. Kemi ankant, ti ofron 1.000, unë ofroj 2. Pastaj ti ofron 3, po unë them 4 dhe këtu mbyllet ankante. Po, se gjithmonë ofron më shumë ti. Ai që do ofrohet më shumë, do fitoj, pa diskutim. Jo, unë nuk ofroj më shumë, se unë jam në opozit. Jo, në kontekstin e... Në kontekstin, Gjingjoni ofron të pa fund edhe pse është në opozit. Po tani nga që kam bërë lekët nga sistemi korruptuar dhe kalbur i drejtësisë, nuk e ka problem 1.000, ai mund t'japi dhe 1 milion euro, varet deri ku shkojnë shifrat e tij, patjetër, varet ku shkojnë shifrat. Alesja, bashkëpunimin e Partisë Demokratike të Sali Berishës me Ilir Metën si e shikon? Sepse kemi parë që Endrit Brahimllari doli me votat e PD-s, kaloi te PS-ja. Silva Caka u bë zëvendësministre e brendshme. Apo funksionon ky bashkim i Metës me Sali Berishën, apo po dëmton më shumë PD-n? Tani, që e dëmtuar dhe sakatuar është Partia Demokratike, kjo dihet, nuk ka nevojë për koment. Tani, unë kam një pyetje, të dëmtuarit e LSI-s i ka mashtruar Meta, i ka mashtruar PD-ja, apo i hapi sytë Rama? Kjo është pyetja. Pra ti thua që ata mund t'ju hapur dhe sytë për të kuptuar që... Apo i hapi sytë Rama? Meta Berisha një histori e mbaruar e quani? Tani, sa për pjesën e Metës, unë e kam thënë, nuk mund t'i bësh ka shilluk shqiptarëve duke thënë kam banjo dhe për macet. Tani, për pjesën antare pastaj LSI-s, LSI-ja gjithmonë ka qenë parti me bindjet majta, nuk ka qenë kur parti e djathtë. Kështu që janë ato individ që Meta mori nga Rama për pushtet dhe janë po ato persona që ikin po te Rama për pushtet. Ato po shkojnë nga aty ku kanë qenë. Ato nuk kanë qenë asnjëherë të djathtë. Meta ja vodhi Ramës duke i joshur dhe duke i ofruar poste. Kur e panë që Meta përfundoi në burg, shkuan aty ku e kishin vendin po te Partia Socialiste. Se rasti kësaj vajzës ishte i fundit, po sa shumë ka para kësaj, ti marrim me emra, janë mbi 13-14 emra publik, po sa janë jo publik. Kështu që ato shkuan shpinë e vet. Meta i joshi me poste kur i morin LSI nga PS-ja. Meta ra në burg të shkuan po te PS-ja. Ata kanë qenë historikisht majt. Kështu që për mu nuk kur gjëjnë një që më thonë iku nga LSI-ja te PS-ja, unë them është normale. Se po ta mbashmën ndër vite diskursin publik të zonjës kryemadhi thoshte ne jemi parti e majt, ne jemi qendër e majt, ne kemi dal nga e majta, kështu që ata nuk është se erdhën tek ne. Tek ne sa herë kanë ardhur tek Partia Demokratike, ato vetëm kanë marrë poste. Ja kanë marrë demokratëve postet, i kanë marrë gjërat pa merit dhe i është ofruar në shkëmbim të pazarit që është bërë Berisha Meta. Sepse Berisha bënte pazar me këdo për të ruajtur pushtetin e tij dhe interesat e tij, kurris kujdo qoftë. Kurse Meta premionte socialistët që t'i mbante me pak pushtet. Alesja, qofse
qëndrojmë në këto zhvillime. Në anën tjetër duket se mandati i SPAK-ut po shkon drejt mandati Altin Dumanit, më saktë po shkon drejt fundit dhe pritet që të zgjidhet një prokuror tjetër që do të vi pranë nga SPAK. Por në këtë situatë ngrihen pikpyetjet që çfarë do ndodhi konkretisht njëherë. Do doja të bëje një përmbledhje si të zhdukur puna e Altin Dumanit dhe më pas mendoni që SPAK do të vazhdojë betejën e ashpër ndaj politikës? Tani, puna e Altin Dumanit në këto vite ka qenë një punë e vrullshme, ka qenë një punë patjetër e vështirë, ka qenë gjithashtu një punë e cila duhet thënë që ka pasur tensionet e veta. Zoti Dumani është përballur me akuza, me intimidime nga politikanë të lartë, siç janë zoti Meta, zoti Berisha, të tjerë. Ka pasur rezultat në luftën kundër korrupsionit, jo rezultatin që kishte pritshmëria e shqiptarëve, po deri diku ka dhënë rezultat. Ka qenë i pa komprometuar nga politikanët, ka qenë një individ i cili deri diku ka bërë një punë të mirë për publiku. Nuk do të thoja shumë të mirë, nuk do të thoja as të keqe, por ka bërë një punë të mirë. Neve nuk kemi pas ndonjëherë në Shqipëri ish ministra, ish kryetar bashkie, ish president burgosur nën akuzë më përpara. Kështu që kjo është një merit e cila e ka SPAK-u, e ka zoti Dumani dhe që kanë qëndruar koherent ndaj punës tyre dhe ndaj luftës tyre kundër xhaketave të korruptuara, kundra presionit, kundra intimidimit dhe kanë dhënë rezultate të caktuara në momente të caktuara. A ka akoma punë për të bërë? Patjetër që ka. A do vazhdoj SPAK-u ta bëj këtë luftën kundra korrupsionit, po pa diskutim, unë mendoj që do ta bëj dhe më të egër. Pse do thuash ti? Sepse një ndër kriteret kryesore që ne jemi pjesë edhe e Bashkimit Evropian, që ne po luftojmë kaq shumë, është pikërisht pika që është lufta kundër korrupsionit. Kështu që SPAK-u duhet suportuar në çdo hap dhe jo kërcënuar, jo intimiduar, jo duke dhënë ato deklarata skandaloze nga palo politikan që kanë vjedhur dhe kanë ngrënë me lekët e shqiptarëve dhe duan të bëjnë të fortin me sistemin e drejtësisë, por Altin Dumani ka treguar që me drejtësinë të fortë nuk ka. Dhe këtë e tregoi më së miri me rastin e Ilir Metës, se Ilir Meta për mbi vendosje ndaj zotit Dumani, bëri atë që bëri dhe mori përgjigjen e caktuar nga institucionet përkatëse. Lesja, në këtë situatë, në këtë parlament që kemi parë që duket sikur përsëri është një kasetë e vjetër ose një kasetë e përsëritur. Një film që ne kemi parë, duket që përsëri Partia Demokratike vazhdon me sulme, tashmë po sulmojnë dhe ministrin e inteligjencës artificiale Diellën. Ti vetë mendon që do të ketë një ndryshim apo e shikon që dyshja politike Bardhi, Flamunoka do të jenë akoma më të ashpër në parlament dhe do të vazhdojnë me këtë zhurmën e madhe që mund marrë salla e parlamentit? Atëre, sallës parlamentit nuk i bën dot asgjë më Flamunoka, për arsye se ajo sallë ka 83 mandate dhe siç e tregoi dhe në seancën për programin që do prezantonte qeveria për shqiptarët dhe mbylli atë me një votim duke mos i dhënë të drejtën dhe privuar të drejtën edhe shqiptarëve për të parë programin, për të dëgjuar programin dhe ndërkohë fajtori vetëm ishte vetëm Flamunoka me çunin e Fariut. Dhe shqiptarët, po ta vëshre dhe nga komentet të gjithë kanë keq komentuar opozitën për kasetën e vjetër, kasetën e përsëritur, kasetën e lodhshme, gjithë këtyre viteve. Nuk është se i bëjnë dëm qeverisë se ngrejnë zërin, nuk është se i tregojnë forcë Ramës se ngrejnë zërin. Forca Ramës është tek kartonet, tek vota që shqiptarët i dhanë për të bërë shtet. Atë shtetin që thoshte Flamunoka, mbas datës 11 do t'i vi era shtet. Kështu që Flamurit mbas 11-ës do t'i vi vetëm era zhurëm, po zhurëm për keq. Ndërkohë Rama ka kartonet, ka programin, ka individë, do vazhdoj punën e tij drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë qenë si Flamuri vetëm do lehin. Dhe si është ajo shpreha, mos ndalos ajer që qeni le rrugës dhe këtë rezultat ata do ja japin si mesazh Flamurnokës, siç ja dhanë, votuan programin
dhe mbyllën parlamentin. Po kush humbi nga kjo? Humbi opozita, humbën shqiptarët. Qeveria vazhdoi programin e vet, nuk ndaloi, nuk stopoi, sepse nuk ka forcë Flamur Noka për ta stopuar. Forca Ramës janë votat, është kartoni, forca Nokës është lehi. Lesja, dhe një pyetje të fundit. Mendoni që brenda Partisë Demokratike, në qoftë se marrim deduksionin që i bëni ju që do humben dhe zgjedhjet bashkiake. Po ti je i bindur që do humben më keq se çan humb zgjedhjet e kaluara. Do shohësh spektakël, do jetë një humbje madhështore. Mendoni, Alesja, që në këtë panoram do të ketë zëra që do të ngrihen kundër Berishës brenda Partisë Demokratike apo shikon të fjetur? Zëra kanë dalë që janë kundra PD-s, po nuk janë rroghtarët Berishës. Rroghtarët e Berishës nuk dalin kundra Berishës se paguhen, janë shërbim tin, janë si nusja Tedit që punon te Ulsiu. Mund të dalë të flasi kundra qeverisë. Ajo është në shërbim të qeverisë. Ajo ka hyrë në atë sistem për të shërbyer, siç kanë hyrë dhe rroghtarët e Berishës për të shërbyer. Jo popullit, po Berishës, ato mandate janë 500.000 vota të thënë ata, Sali Berishës, dhe me rregull treshi çfarë do t'i thush kur i ka ai vota, dhe këta s'kan vota, se këta kanë dhe probleme, pranojnë dhe vetë që nuk kanë vota. E pranojnë dhe vetë. Po se në çdo studio thonë 500.000 votë shi Sali Berishës, në rregull, Berisha është në rregull, thotë kaq kam unë, këto nuk është se duan të ecin për te asaj. Kaq jemi mirë me këto. Tani duhet një leadership i ri të kaloj ato 500.000 vota që të vinë pushtet, apo do rrinë të këto 500.000 vota me punëtorë dhe rroghtarët e mi. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. E shikon dhe të parësyshme dhe jo të parësyshme, po e shikon të pamundur që të ketë zëra që dalin kundër. Ose s'mund të kenë të Ermal, se ato janë shërbim. Ata u futën, si mund të dali kundra Klevis Balliu, Edi Paloka, njerëz që nuk ishin vota. Mund të dalin ta kundra Berishës kur ai dhuroi mandatin? Ja dhuroi më mandatin, po dhe në Elbasan i dhuroi mandatet. Po dhe në Shkodër i dhuroi mandatet. Sa deputet listës hapur dolën PD-s? Janë shumë pakët. Kush do t'i dali kundra? Shërbyset, sa ata janë shërbëtorët e ti, paguan ai. Ai thot unë, hoqja njerëz shkëlqyer si doktori që mori 18.000 ca vota, mori për 2 mandate, jashtë për të vënë çunin e Fariut. Mund të flasit çuni Fariut kundra atit? Nuk flet dot, se ka gojën e mbyllur. Kështu që revolucioni vjen gjithmonë edhe një histori nga masa, nuk ka ardhur kur nga elita. Dhe këta në PD tani për momentin janë 40 rroghtarët, janë elita që janë deputetët. Nuk vjen revolucioni nga këta, po vjen nga zërët kundra, vjen nga masa, vjen nga struktura. Dhe kjo që do ndodhi, dhe këtu dua ta krahasoj me foltorin që i bën Bashës. Më lër të them dhe Basha ka që pushtetshëm ishte, kishte gjithë grupin parlamentar. I kishte pas vetes ti, aman baza u ngrit dhe e oshi zotin Basha. Dhe njëjtin leksion që bëri Berisha me Bashën, njëjtin leksion do kthehet mbi të tani. Se do ketë foltore 2, pa diskutim, dhe kjo do jetë fundit i politik, po do jetë një fundit turpshëm, se Sali Berisha po e mbyll me turp politikën. Po e mbyll me turp? Pa diskutim, po e mbyll me turp politikën. Sali Berisha duhet jepte dorëheqjen dhe duhet alinte këtë forcë të rigjeneroheshë, sepse siç thotë Aristoteli, një parti politike e cila nuk riciklohet, nuk rigjenerohet, është e destinuar të degradojë, të denigrohet. Dhe deri të jemi këtu, ne duhet flasim për të mirën e opozitës, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Partinë Demokratike, por për gjithë Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë të ketë opozitë, Shqipëria ka nevojë të ketë zëra intelektuale në parlament, jo qesharak dhe jo qoka të familjes Berisha. Alesja, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Besoj do të kemi mundësi tjera ku mund diskutojmë mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, sepse tetori besoj që do të vi më i nxehtë politikisht, mund të ketë edhe ngjarje të forta nga drejtësia, mund të ketë edhe zhvillime. Kështu që do të jemi në pritje duke qenë se presim dhe kush do të jetë kreu i ri i SPAK. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit Ermal. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live këtu në Antena Televizion në emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin, duke falenderuar secilin prej jush që bën subscribe, komenton dhe është shpërndan në për diaspor, por edhe në Shqipëri. Mos u largoni nga antena, klikoni video tona, bëni subscribe, regjistroni dhe shpërndani sa më shumë, sepse për ne është një ndihmë shumë e madhe mbështetja juaj. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të dëgjojmë përsëri.